Nga mbledhja e Senatit Akademik të këtij fundmuaji, rektori i Universitetit Luiç Gurakuçi, profesor Dr. Tonin Xhuraj, bëri thirrje që shfrytëzojnë maksimalisht të gjitha mjetet e komunikimit për promovimin e këtij institucioni të arsimit të lartë tek maturantët që janë në prag të zgjedhjes së degës së studimeve. Turet në gjimnaze kanë dhënë efektin e tyre, por puna nuk duhet ndalur deri ditën e fundit, me qëllim që për vitin e ri akademik të ketë sa më shumë të regjistruar. Mendoj që ka një interes në rritje, megjithatë metet për të parë në muajt në vijim deri në tetor, nëse një interes i tillë do përkthehet në regjistrime pranë Universitetit të Shkodrës së Luiç Gurakuçi. Siç ne kemi thënë, të punojnë më tepër në drejtim të programeve të dyfishta, në drejtim të programeve të përbashkëta ose edhe programe gjuhën angleze, megjithatë edhe programe të tjera, të cilët e zgjerojnë ofertën akademike. Janë shumë të rëndësishme edhe programet dyvjeçare, pra përveç programit bachelor, janë edhe programet dyvjeçare, kështu që unë i kërkoj edhe herë kolegëve, drejtuesve të departamenteve, drejtuesve të fakulteteve, natyrisht medjave dhe kujdo tjetër që t'i bëjnë thirrje maturantëve, sepse është maj, qershori është një moment shumë i rëndësishëm që maturantët të zgjedhin institucionin e arsimit të lartë ku do vijojnë studimet universitare ose dyvjeçare dhe programin e studimit që dëshirojnë, pra që të mund të kenë Universitetin e Shkodrës Luiç Gurakuçi zgjedhje të parë. Studentëve dhe prindërve ju bëri thirrje të shfrytëzojnë për akomodim qendrën e trajtimit të studentëve, që me kushte të reja ofron më shumë mundësi dhe çmime konkurruese në raport me objektet private. Ne duhet bindim maturantët që studenti të kthehet në konvikt. Pra, kjo shoqëri që ka përmirësuar kushtet, besoj që është avantazh nëse një maturant i cili ka bërë zgjedhjen e vet për universitetin ton, të mund të ketë mundësi akomodimi që janë më të arsyeshme. Ne po shikojmë dhe drejtoria dje kam pasi komunikim me drejtuesit e kësaj shoqërie, të mund të kenë një paketë më të qartë sa i takon kushteve, sa i takon tarifave dhe shërbimeve që ata ofrojnë. Sepse besoj ne jemi të gjithë prind, por shumë e rëndësishme për një prind që të di se ku jeton dhe sa i sigurt dhe çfarë shërbimesh ofron kjo shoqëri pra trajtimi i studentëve. Avantazhi është se ne këtë shoqëri të trajtimit studentëve kemi në qendër të qytetit, pranë godinave universitare. Në fund, rektori Xhuraj u ndal tek drafti i ri që pritet kalojë në Këshillin e Ministrave mbi partneritetin bashki-universitet, si një detyrim edhe i procesit integrues me Bashkimin Evropian. Këtu thirrjen e kishte të drejtë për pedagogët dhe jo vetëm. Bashkitë kanë detyrimin të bashkëpunojnë me universitetin, kanë detyrimin të ftojnë kolegët tona pra që të bëhen pjesë e këtyre studimeve. Natyrisht kur të detajohet një draft VKM e tillë mbi partneritetin, ne këtu do jemi, do komunikojmë përsëri për të dhënë detaje të tjera. Megjithatë, edhe një herë thirrja ime është që ne të vijojmë të kemi një dialog me njësitë vendore, sepse unë mendoj që universiteti duhet të jetë promotor i zhvillimit lokal dhe në këtë kontekst edhe bashkitë kanë interesin e tyre që të përfitojnë sa më tepër nga ekspertiza e profesionistëve tanë, e pedagogëve tanë, e studiuesve tanë dhe e kërkuesve tanë. Në mbledhje si rëndite u diskutua dhe miratuar rishikime rregullore së funksionimit të Senatit, shtimi i dy projekteve në zërat shtesë të buxhetit, plotësimi i vakancës për sekretar në Komisionin Institucional të Zgjedhjeve e të tjerë.